Besoj nga regjia kemi edhe një tabel tjetër, pasi që jemi të 5 vendet e Ballkanit. Shpenzimet ushtarake në ushtri. Këto janë shifrat për vitin 2024. Shiko, është shumë indikative që Serbia është një gjë që ne kemi thënë shpesh, i ka rritur investimet e saj për forcat armatosura me $1 miliard vit dhe tashmë ka shkuar gati 2,5 miliard në vit. Ndërkohë që Malizi është gati sa Kosova, po sepse duke qenë vëndëtar i NATO-s është i detyruar të investojë për të kapur atë 2% e famshëm të GDP-s. Dhe Maqedonia Veriut është 329 milion euro, edhe kjo është e detyruar të shkojë në nivelet që ja kërkon antarësimin në NATO, dhe Shqipëria i ka rritur gjithashtu shumë shifrat e veta, dhe po shkon tani për nga investimi drejt industrisë ushtarake, dhe ka çuar gati në $2 miliard investimet e saj për forcat e armatosura. Kosova është me nivelin më të ulët, domethënë nga vendet e tjera, që është 153 milion euro, dhe tregon që ka ende shumë hapësirë për investimet në fushën e mbrojtjes. E aq më tepër që ka në kufi pikërisht këtë vendin me investimet më të mëdha në mbrojtje, që është një vend që nuk e njeh Kosovën dhe quhet Republika e Serbisë. Por si shtet i ri ndoshta 150. Nuk ka shtet i ri, shtet i vjetër, ka armik të madh, edhe armik të vogël. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti pa deklaruar më herët se do t'i rrisin shpenzimet deri në €1 miliard. Për të rritur shpenzimet duhet të rrisësh dhe ekonominë, sepse nuk mundesh që pastaj duhet të gjesh lekt. Duhet gjesh dhe të ardhurat. Prandaj po të them që shumë e rëndësishme për ta lidhur këtë tabelën këtu me atë tabelën e parë, për të kuptuar që për të arritur në ato nivele duhet të rrisësh dhe ekonominë. Lidhen me ekonominë të gjitha. Po sigurisht, është shtylla e parë sigurisht. Sot e pash një lajm që ne më herët kishim blerë armatime, kishim blerë dron, por edhe tash dron kamikaz nga Turqia. Ndërsa sot qeveria e Malit të Zi vendos regjim të vizave për qytetarët e Turqisë. Ata kanë arsye të tjera. Nuk lidhen me një qeveri pro-serbe që e kemi Malit të Zi. Kanë arsye të tjera. Serbia vetë ka marrëdhënie të jashtëzakonshme me Turqinë, sidomos në ekonomi, kështu që nuk mund ta krahasojmë atje.